Me propozimin për ndarjen e vendit në 100 bashki përkundër 46 të tillave që propozon Partia Socialiste, demokratët sfidojnë mazhorancën që harta e re territoriale të mos miratohet në kuvend, por përmes një referendumi ku të vendosin vetë qytetarët. Dy projekte të hidhen në referendum dhe tjetë qytetari ai që vendos dhe që përcakton se cili është modeli që i shkon më afër interesit të tij. Por kur gjasa që ndryshimet të kalojnë përmes referendumit janë të pakta, kryedemokrati Sali Berisha kujtoi se reforma territoriale dhe ajo zgjedhore janë kushte drejt integrimit, ndaj dhe pret presion ndërkombëtar ndaj mazhorancës. Kam bindje të thellë se komuniteti ndërkombëtar nuk do të mbështesë, nuk do të pranojë një tërheqje të tillë. Në një konferencë të posaçme, pasi PS dhe PD kanë prezantuar propozimet e ndryshme për reformën territoriale, kryedemokrati sulmoi ashpër projektin e Partisë Socialiste që parashikon uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46. Vetëm e vetëm për qëllime shpopullimi, për qëllime pasurimi e të tjerë. Bashkëkryetari i grupit të punës së Partisë Demokratike për Reformën Territoriale, deputeti Luciano Boçi, tha se propozimi i socialistëve nuk është rezultati një analize funksionale, por një vendim politik. Këngë e vjetër me muzikë tre. Është po e njëjta hartë që rrezikon që të sjell pa ato pasoja që sot ne i përjetojmë. Berisha vlerësoi protestën e banorëve të Poliçanit kundër shkrirjes së bashkisë së tyre dhe bëri thirrje që ky reagim të ndiqte edhe komunitete të tjera. Nuk mundet më një Tiranë të marrë vendime të tilla që shkelmon interesat e gjithë shqiptarëve. Propozimi i Partisë Demokratike për Reformën Territoriale parashikon ndarjen e vendit në 100 bashki dhe 6 rajone me synimin për të afruar pushtetin vendor dhe shërbimet me qytetarët.